Sot ka dalë autopsia e Festimi Sufit, dizenjatorit kosovar i cili humbi jetën para pak ditësh. Si fillim u raportua se Isufi e qelloi gruan e tij me thik e më pas veten duke ia marrë jetën vetës. Por tashmë kanë dalë nga mjekësia ligjore detaje të reja dhe autopsia ku në raport thuhet se Festimi Sufi ka 7 plagë nga mjeti impreht thika. 2 nga plagët janë më të thella, të cilat dhe rezultuan me fatalitet për dizenjatorin kosovar. Policia dhe prokuroria janë duke u marrë me rastin, ku sipas mediave kosovare po cilësohet si rasti dyshimt për vrasje dhe jo si vetvrasje siç ishte raportuar ditë më parë. Tashmë pritet që pas provave të mbledhura që posedon prokuroria e Kosovës të dalë me një përfundim dhe të sqarohet ky rast që tronditi opinionin e gjerë.